Sot jemi nisur për të takuar një nga miqtë mi më të mirë, një nga njerëzit të cilin kur e kam njohur për herë të parë kam thënë, wow, paska edhe të tillë shefa në Shqipëri. Është shef Fredi Rapsodis. Nuk e di, në fakt jam nisur papritur dhe duhet ta marrim në telefon për të kuptuar nëse është aty apo jo. Që në ka i thënë, shef Fredi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma juve. Si je? Mirë, si kam Fjodora? Mirë shumë. A pret miq apo jo? Si mos pres miq, si ju, moj. Jemi një pritur me shumë qef. Po sot jam me një surprizë ama me vete, do ma bësh qefin. Tani po më trem, se pavarësisht e të tu fort. Edhe unë të dua, kështu që ta tregoj kur të vi aty, okej? Jemi rrugës. Okej, mirash. Shihemi aty, mirupafshim. Janë këto gjithë surpriza. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Me shport, surprizë po. Realisht je nga miqtë dhe klientët e para që unë... Faleminderit, të kam marrë me duar të plot, sepse... Ta marrë që restoran? I shikon? Po. Do bëjmë një gjë bashkë. Ta mërë mundja si çfarë. Nuk e di, po nuk e di çfarë them tani. Pak a shumë. Është pjata ime e preferuar, po besoj që dhe ti... Unë vezit i ha? I ha vezit? Bjen si po maj. Shumë mirë, faleminderit. Bërë jeti në gazeteria? Shumë vite, Fred. Shiko, është punë e bukur, unë e bëj me qef me thënë drejtën. Të freskëta, fshati. Fshati. E rëndësishme. Fshati. Pa tjetër shumë e rëndësishme për pjatën tënde surprizë, që është carbonara. Carbonara. E di ti se carbonara është pjata ime e preferume? Jo. Të beton. Por është edhe imja, dhe pjata që më del më mirë. Kemi guanciale, kemi pecorino, kemi vezët e fshatit. Si më ku kemë shuti, ka shë e fiksume të... Po, hudhën pëse të carbonara? Sepse unë e kam mësuar të bëj carbonarën nga një roman i vërtet, i cili më ka mësuar që italianët të paktën në Rom, në momentin që hedhin guanciale në tigan, hedhin dhe 2 thelpinj urdhër sa për ta aromatizuar pak. Që thu? Po, nuk e dija. Këtë nuk të e ke, unë e këshu e pranoj, nuk e dija. Pastaj kam një pyetje, për shembull, ti përdor vetëm të verdhat e vezëve për carbonarën apo përdor edhe një të bardhë? Atëherë, në qoftë është vetëm për mu, unë përdor vetëm të kuqe. Në qoftë po flasim për restorante, përdorim 2 të kuqe e 1 të plot. E pra, kështu është, ne sot ta bëjmë për vete. Okej. Okej. I gotë verë? Apo do fillosh me ujë? Tjetër, një gotë verë, një verë për shembull me që jemi në Lezhë, çfarë ke zgjedhur? Palmetin të prestizh. Lezet, patjetër. Ta marr me betin të shishën. Atëherë, përpara që ponezi sobën. Ndesim sobën, unë do të mbush tenxherën me ujë. Po, ta kam bë gati. Mos më thuaj pastaj se s'jam një që je, o zot, nuk e di domethënë. Atëherë, shumë mirë, në rregull. Ndërkohë do të lutesha në momentin që ti do të mbarosh me atë verën, më po jep pak krip ujë, se sigurisht në duhet. Duhet në këtë rast, sepse carbonara është një pjatë që merr shumë krip nga pecorino, sepse pecorino për gjithë ata që e dinë është një djath shumë i kripur. Është vërtet. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Vjen nga djathi i delit, nga delja. Spaghetti është klasike e carbonarës, nuk mund të ishte ndryshe. Okej. Ne kemi gati. Presim tani. Unë ty do të lutesha të më presësh të guancialen kështu me format perfekte, e di veti. Po, e do kubike, e do... Shiko, unë nuk e dua tamam kubike, e dua pak të gjata. Okej, drejt këndshme. Pak të gjata, drejt këndshme, bukur. Në pak më të trasha se një spaghetti. Jo,
Apo akoma më të? Trashe, po jo shumë, sepse... Ky të venosim të qytetari surprizave, bashkë me këtë. Gëzuar dhe Gëzuar, mirë se të gjeta. Super fantastike kjo. Atëherë mua do të duhet që mos gabohem me atë që po më. Sepse do më duhet për të hedhur të verdhat e vezëve, asaj. A punë më vështira më jep mua. Me komando? Jo, nuk ka gjë. Me urdhëro. Unë do të përgjigjem po shef. Nuk ka gjë. Nuk ka gjë, sepse dhe unë jam shumë e zonja. Ti mund ta marrësh i kup tjetër, por mund të përdorim edhe këtë pjatën që ashtu nuk na prish punë. Mund të hedhim këtu të bardhat e vezëve nëse ti. Po super fare. Po kam edhe këto basketat e tjera, po di se ky të inoksit. Shumë mirë, ti hedhim aty. Perfekt. Okej, super. Mirë, kur ta kemi pancetën gati, atëherë do ta bëjmë gati. Po ta pres atë pancetën. Guancialen. Pardon. Guanciale, sepse carbonara bëhet vetëm me guanciale. Edhe janë faqet e derrit. Është mishi më i mirë që ekziston. Ashtu nuk e di. Po sepse ka muskuj. Okej. Kjo e bën më të shishme. Dhe po ta shikosh, por çdo mish se nuk ka nerva, nuk ka muskull, nuk del i shishëm. Okej. E qartë. Okej, po hap syrtarin e magjive. Ti vazhdo me syrtarin e magjive, unë vazhdoj me vezët e mia. Okej. Po të marr pak hapësirë kështu. Ti më merr pak hapësirë aty, unë jam këtu. Perfekt. Ti je nër klientët e parë që ne kemi këtu te Rapsodia, edhe nër ambasadorët e parë. Nuk harroj asnjëherë nini i batut, i shpreh, që më ka bë të emocionohem pafund. Më the, Shef Fredi, ti ke qenë mësuesi i jon për pjesën e ushqyrit. Ne vishim te ty të mësonim si hahet, të paktën kur dilshim jashtë, të ishim Po kam të drejtë o Fredi. Kam të drejtë o shef, sepse kur kam ardhur për herë të parë këtu te ty, kam parë që ti bëje pjata të cilat ishin gourmet. Ne nuk ishim mësuar në Shqipëri të merrnim pjata gourmet. Kjo është vërtet. Është shumë problem kjo pjesa, nuk ka patur një lloj kulture. Ti ke qenë i parë, sidomos mendosh tani që vjen në Shëngjin dhe ha gourmet. Më kupton? Hajde gjeje. Nuk po gjenim në Tiranë atë kohë, jo? Që ka mirë, ku e ke ble? Është perfekte. Ku e kam bler, ta tregoj pastaj është sekret. Nuk e di. Nëse lejohet reklama këtu te. Patjetër. Qa janë gjonat mira, pse mos tregohen? Pse mos tregohen? Për sa veta do bëjmë, shef? Tani, për 2 po. Për 2. Po e kemi edhe një si na shikon gjithmonë. Që do të haj, gjithsesi. Nuk kanë thënë herë shefe? Nuk bëjnë zonë kush shefe rutinë e herë? Tani, unë gatuaj në shtëpi dhe kur unë gatuaj në shtëpi bëhet fest. Okej. Sepse kur gatuaj unë, shumë rrallë gatuaj. Të them të drejtën, të gjithë janë shumë të lumtur sepse përpiqem bëj pjata çik të veçanta. Domethënë jo ato gjøllet e përditshme që jemi mësuar. Ne sot këtu po hedhim 6 kokravec, meqense po e shtojmë pak, po e bëjmë me bollok, po mund të bëhet me 5, me 4, varet se sa e do... Po ti jemi pak bujarë, ne kemi për vete. Po tamam. E kemi pak për veten. Bukur. Ja kujtemi. Po i largoj këtë pjatën këtej. Po më jep mundi të mblej këtu poshtë. Opala. Bukur. Kjo dhe ta peshir këtu poshtë. Shumë faleminderit, shefi. Kemi marrë masa. Më duhet sirtari I surprizave. Por do të më duaj në fakt pecorino i grirë. Ja, sa ta pres të guanciale, do ta gri unë. Jemi okej, shef, kështu? Perfekt, shef. Perfekt. Fikse ashtu si që duam. Po të shikosh, ti ka gjithë të nervat. Sekreti që ndron që mos ja heqësh pjesën e zezë, se ka njerëz që bëjnë gabimin dhe ja heqin. Zezën? Jo. Po ja që ta? A gjithë shia. Mund është do. Gjithë shia guanciale së është aty. Ajo gjithë marinimi. Imagjinoj, nuk e di. Po mirë si ato e ke përsysh. Ka raste që bëjmë një pjatë dhe është imagjino mund, ose sidomos te pjesa e rizotos. Se ti e maganon me shijen perfekte, me gjorë dhe vjen ka më herë thotë, lutem shef pak djath,
Për çfarë e përrizotin? Po shkothuj se shefi nuk e do se ta ka përfunduar si shija ti do e prizit. Sa e të mërshme është ajo kur më kujtohet njërë kam qenë në Amerikë dhe ka qenë një shef me origjinë shqiptare nga Maqedonia në mos gabojmë dhe ai quhej Zak. Mbaj një nga shefat më të famshëm atje në New York dhe kish punuar në restorantet dhe hotelet më të mira Four Seasons e tjerë dhe në një moment siç e keni ju shefat ishte lodhur e kishte hapur një gjë të vetën shumë të vogël. Madje dhe New York Times në atë kohë kishte shkruar për të një Zak Kujtras. Domethënë imagjino se sa i suksesshëm ishte. Dhe kishte hapur restorantin e tij. Dhe një klient kërkoi krim. Nxori kamarerin për jashtë dhe i tha nuk kemi. Se nuk pranojnë në asnjë mënyrë që t'i prekeshin pjatat. Normal. Në asnjë mënyrë. Sepse realisht ti vjen për të bërë provë për të shijuar shijen time. Tjetër. Ai shoot një eksperiencë. Dhe këtë kam bagati, po. Po, perfekt. Shiko, unë zakonisht nuk hedh vaj ulliri, sepse vetë guanciale lëshon shumë yndyrë. Kështu që? Atjera, po ta prapë qytarin, do një piru, do një luk? Qive, mua të mduhi një luk druri për t'i ka urdisur pak. Drurit nuk e kam, po kam dhënë këtë zeptri. Po ta falim. E mësuar me kuzhinën time, unë shefi, e di vetë ti. Kanë bërë guanciale mjaftueshëm, do kënaqemi. Ne shqiptare duam me shorë. Me bollok e kemi thënë atë, edhe hudrën këtu, që ti nuk... Është koincidencë kjo që ty të bëj që karbonara dhe vjen për të gatuar unë karbonarën. Realisht, unë karbonara e kam shumë qef. Po dhe unë me thonë të drejtën, mendoj që kam pjatën time më të arrirë, mendoj që, duke qenë se ta thash, e kam mësuar shumë herët, dhe më pëlqen shumë sepse jam njëri që më pëlqen kripa, më pëlqen këto shijet një qik. Kështu që, të themi, kemi të dy të njëjtën shije. Unë vdes për të. Po shohim këtu në Shqipëri kur më thojnë ma piç mirë vezën. Më shajt, pranoj me më shah, po mos ma kërkohet punë. Është, nuk e di. Vete është me shijet e njerëzve. Në përgjithësi njerëzit janë të paqartë. Më duket se nuk e kemi ndesur. E kemi ndesur? A ndesim pak të madhe? Kjo është mirë. Okej. Është më mirë kjo poshtu, a? A do të madhe? Po mendova ndoshta na duhet pak më shumë zjarr. Në mënyrë që ta shpejtojmë pak procesin sa. Carbonara ka dhe një të mirë, është një pjatë që bëhet shumë shpejt. Po. Nuk është një pjatë që të ha shumë punë. Sa i mirë duket ky pecorino, çfarë ishte? Është pak i freskët realisht, por është i mirë. Po pra nuk është ai stazhonuari që vjen pak i ashpër. Megjithatë, kjo ndoshta mund ta bëjmë kremoze. Po. Si mendon? Ta presim sa më, ta bëjmë pro. Shikon Fredi. Nuk kam problem që të bëj duart me hudra. Po hudra është e mirë, po kam shumë miq që më thonë gjë. Hudrat e i ham tha vetëm shtunë. Unë edhe se dim se ditën jemi pushim, prandem darkë. E kemi mundësi tha deri ditën e hanë tha ka ikë herë. Kam përshtypjen që këtej nga leza në përgjithësi katolikët e përdorin shumë hudra. Ua, edhe unë i kam qef. Është të vërtetë, ëh? Kam i parë të drejta. Unë këtu realisht, po ti e kera gjithë, ke marrë guancialen e in Italien, që unë e kam miker dhe e kam bashkëpuntuar vjetër. Ke marrë pasta garofalo, se unë e du fort. Një nga pastat më të mira, grano duro, që i thonë, që është e rëndësishme, sepse duhet pak al dente pasta tani. Kush e zien pastën shumë? Si t'ja bëjmë, tha? Tellin vete për vete, apo për ato aty mrapa? Tjetë edhe për ato. Pak po? Po kështu, në vetë. Të me pikatore. Me pikatore. Undes? Undes po. Ka filluar jetë. Në bëj procesin e vetë dhe kjo. Pse punë i vështirë e bëjmë ne burra gjithmonë? Tani. Unë zakonisht e bile i djathit të grirë, po dash të shkojtë shef Fredi, e grinaj. I pare të vitit si në gazetari. Si ka fillu historia jote në gazetari? Gazetari, unë kam qenë shumë e vogël dhe ka qenë televizioni i parë që është hapur në Shqipëri, Alba TV, dhe pikërisht pronari i tij ka qenë italian dhe ishte pikërisht ai që më mësoi dhe carbonara. Ai kishte ardhur në fakt në Shqipëri
për të ndihmuar në televizionin shqiptar në atë kohë dhe vendosi që të hapte një kanal të tij. Dhe unë kam filluar në moshën 19 vjeçare, kam qenë në fakultet atëherë, jepja horoskopin shef Fredi. Imagjino se sa Shef Fredi për tigani nuk gjitë? Jo. Është nga ato janë të zetrit, është nga ato tiganet e trashë në hengu noktin maksimal që nuk të ngjitet portullaj. Në qoqet tjere e lajmë shumë ko, kjo ngjitet, por jo. Do djatë mo apo maroj? Do djatë mo apo maroj? Kemi mjaftueshëm? Po, besoj që është okej. Okej. E duke pas e ke fiksim pasërtin, po pasoj vendin tim punën. Mua më pëlqen carbonara pak e thatë, jo shumë e lëngshme, të them të drejtën. E thatë apo kremoze në atë? Kremoze, jo e thatë në aspektin që të në pikse deza, po kremoze. Nuk lash djatë këtu. Për imi këtë dherë, e mos hamas djatë, nuk e di. Nduke si nuk shkon. Pastaj ne shqiptarë e kemi zakon të mezet. Pavarësisht që ne kërkojmë gjithmonë bollik, po mezet mos ta prekte mezet. Atje të lutem shumë se një gotë raki, pak djath, pak qep, pak tushit. Pak tushit. E shumë muhabet. Po ti Fredi, kur e ke nisur që e dije që kuzhina do të ishte pasioni jot më i madh, më thënë. Sa vjeç duhet të kesh qenë? Kot jam kurioze, se ne nuk kemi pasur në kulturë, të drejtë. Jo, unë kuzhinë kam ra kot rësisht. Realisht ka qenë kot një rasim. Dhe në 95, me 15 qershor të 95, arriti në Itali. Dhe djali Agjës shkoj frenat natë aty me 14, me 15 që dhe vini punët. Dhe filloj punë lava pjatë 15 vjeç. Për fatin e mirë timin, ndihmësi kuzhinierit ikën në shtator. Dhe unë filloj të bësha 2 punë. Po, edhe ndihmësit, edhe... Dhe filloj duke marra jo mu. Tani ke hedhë hudrën. Po e kam hedhur pak hudrë për harom, vetëm për harom. Do t'ja heqim, nuk t'ta lëm brenda, okej? Sepse i ndryshon pak ajo shija klasike për të cilën. Të pak përgatitur në pratë pjesë. Se ti vetë nuk e ke përdorur asnjëherë hudrën, ë? Jo, nuk e kam përdorur asnjëherë të... Është në vërtet fantastike, ta them unë. Ro dhe mëso. S'ka të shterun në mësimit. Tani këtë guanciale e ke qef të thekur mirë, apo si e keni qef? Mund përqen krokante. Pra, të mendova dhe unë atë vorë që më doje, kam ullur pak zjarin, në mënyrë që të mos e djegin, po thjesht ta bëjmë krokante. Dhe në fakt, në gjithin këtë lëngun këtu nuk do ta hedhim poshtë, sepse është mirë. Si gjithmonë. Aseti të shmuar. Atëherë. Do të më duhet një pjatë për të hedhur guanciale. Ty duhet një diçka për të hedhur guanciale. Sa ta gjënë të duhet fill. Nuk jam pa pjata. Dhe ti është pa pjata dhe pastaj. Jo, me të drejtën, nuk është problemi që nuk jam, por zeptër gjithmonë me nonët për të gjana. Ti heqim shu? Po, perfekt. Atë ndyra do e tresim? Po do e tresim pak fare, pak. Pa jo, ka shien e mirë. I hedhim makaronët aty? Aty do i hedhim, po jo të gjithën, sepse është pak si shumë këtë herë. Do të heqim një luk, do ta heq një luk. Gotat menoj dhe. Sepse unë kam hallin se mos shëndoshemi. Po bra. Një lukin do të heq vetëm. Ja, shikon që duhet të hequr një. Të cilë i tas vogël? Një tas pa tjetër. Vale, do a hedhë shumë të gota. Nuk ka gjë më të mirë, që shirjosh kuzhinën duke pa dhe duke hënë. A mund ta fikim pak so, shef? Ta fikum fare? Fike fare, se nuk na duhet më. Sepse veza nuk duhet të hidhet në tigan shumë të nxehtë, sepse na mpikset shumë shpejt. Tani më duhet një përzierës për të bërë së bashku. Nuk kam fiks atë si duhet, po kam atë të... Atë që Ti shtoj piperin? Duhet.
piperin ndoshta në fund, si të duash ti, po ndoshtoja pak djathë. Unë po përzi makaronat. Ti vazhdo, bëj programin tënd, sepse, siç e tham, garofalo është një nga pastat më të mira dhe por do dhe ajo pjesën e vet. Tani, ata që janë tamam karbonarën e din që ajo do shumë piper të freskët. Po. Kështu që? E din se sot po më vëm siklet. Pse? Qinqërisht, me këto gjithë informacionet që ke. Duhet I qik. Ke arë me shportin surprizë. Po të lutem. Ke arë me pjatën. Me pjatën tënde të preferuar. Po. Sikur ta dija. Thash unë se do të rrojsha me ty, thash një gjë që di ta bëj mirë. Që në gjyre ka, tja ku dalot veza. Është ajo veza e freskët për cilën të luta dhe thash duhet pa tjetër e freskët, është e rëndësishme. Ani më thuaj vetëm kur janë makaronat gati. Me jo, gjoni qik. Dua dhe pak, Okej, shumë mirë. Po të pastroj venin, Po, të bëj nimësin perfekt. Pak djathë po e lo. Pak djathë për veten tonë. Piperin e deja, apo se doja? E do më për më shumë. Jo, e dua këtu. Ju keni edhe një restorant sushi. Jetojnë më ordinë në restorant? E kam bashkë me një partnere time. Po. Kemi vite në fakt që I kemi. Janë gati rreth 10 vjet. Nama sushi. Na vjen një herë kërkesa dhe nga Lezhë. Sillni sushin Lezhë? E që I dhu? Them për fat keq jo akoma. Megjithatë ja ku është Lezhë 20 minuta tani me rrugën e re nga Tirana, kështu që patjetër që e shtuam edhe piperin. Piperi sigurisht është në dorë të gjithë secilit e shtoj si do dhe sa do. Sepse pudrat I heqin sepse nuk na duan më. Kërkoj edhe vetë, shikoje, që zume ta njësim pjatë, se ke ka lezet. Edhe qik. 1 minutë do. Ja, shikon futa lugën e gabuar. A të largojmë pudër? Po, duhet thjesht të heqim hudër. Bukur. Shumë mirë, perfekt. Kemi pincët e doktorave? Po të lutem tani. Në këtë kuzhinë ka një sallë kirurgjie, nuk mungon asgjë. Sot janë rritë teknologjia dhe realisht. Si jemi, edhe pak fare. Pardon në qik, pse do të marroj pak Sepse në në fakt zinën. garofalo, ndryshe nga pastat e tjera, është pak e fortë, është semole dura. Kështu që Ka strukturë pase. Po, ka strukturë pase. Është e vërtet. Por unë do thosha ta marrojmë pak edhe zirën të tikani bashkë me yndyrën e vet. I shtojmë me pak edhe ujë. Pasi bëjmë tjera të saj. Mirë. Shumë ujë. Secili këtu ka mendjen e vet, unë them mirë shumë ujë, do të pak me ujë, kam pak hallin tim, ai ka pak hallin e vet. Leshën e ti e ke dash gjithmonë. Kam parë gjithmonë që mlesh vje në këtë qef. Më pëlqen, kam miq në fakt. Po thosh se gjithë miq që kam kanë nga një restorant, se jam e mençur, e kupton? Më kalon dashuria nga stomaku. Kështu që besoj që është mjaftueshëm. Perfekt. E mblodhe deri në fjenë dhe të bukur. Të marrim më të? Marrim I garush, këtë thejmë diknena. Pak fare, dhe vëri pak aty të zi. Ka që më shumë. Shumë mirë të ndezim këtu. Të I vogli të I madhi? Po të I madhi tani se... Kush është I madhi është këtu. Po? Po ndizet kjo Fredi. Shkon nga herë më tilë, por në këtë rast është okej. Do ta lëm shumë, se kam merak mos më... Ka herë shumë e bën me lytë mend, të gjonet elektronike, nuk e di, mos e jemi ne që nuk I dorojmë dot, të dunë kohën e vetë. Djali sa vjeç është? 11. Mashallah, u rritëm. Dhe vdes për makarona. Kuptohemi. Si të gjithë fëmijët thot, më vjen ajo aroma e makaronave me qalp,
Me salqiqe dhe me djathë të bardhë. Me s'di ka gjë. E kupton vetë ti tani. Ka përshtypjen se e do dhe atë ndyrën që hoqëm. Po, e do në të shërë edhe pak. A ta bëj atë margarini? Jepi. E do në sepse nuk është e tepër, dhe realisht të mbet. Nuk është në këtë rast, nuk është. Kisha me rast. Edhe në fakt ishte shumë më mirë, sepse ishte ekuilibrume ajo vjami dhe A di si më duken to mu? I ke parasysh ato e kur isha i ri, shkosh edhe për diskoteka dhe pastaj u fuqe, e thënë, mas diskos dhe diskoteka, ku ikum ta ndoj gjopë. Kurse në Shqipëri ham paçe, ku ka mirë se paçe, kolagjen natyral. Lën kockash. Po. Më kanë thënë, që një paçe që bën një burre po gradet, me kam dame, nuk kam shku, më kanë kohë që më kanë thënë, po do shkoj ta bëj provë. Ku në zhvend të Bogradet? Për zonë nuk e di fiks, por më kanë thënë, ai e çan. E çan. Do ta zbulojmë. Tani aty jemi gati. Nuk kam gati, por do ta fikim pak sobën, sepse nuk dua që të më pikse të veza, unë jam pak me fiksime në këtë pikë. A do i hedhësh shumë të makaronat po deshte? Jo. Do t'i hedhim. Do të ftofi çik pra. Se është shumë, sepse është inox citrash. Dhe e mban atë lagështirën e. Megjithatë ne mund t'i hedhim pak guanciale që ta ai ka vendosur mbi. Që të marri pak aromën e saj. Këtu i thojmë dietës, fillojmë nesër se për sot dietë s'ka më iku. Carbonara është një pjatë që është e rëndë sepse ta thash bëhet me të verdha. Pjata e carbonara, ato që mesin me karbon. Në realisht. Duhet të ftohet pak. Si do ja bëjmë? Apo do e hedhim aty? Unë tham hidhe këtu. Mund ta hedhim, Po të bëj pak vend. Po, vetë limojën? Po. Të lutem. Okej. Duhet ta lëvizim shpejt që mos të pikse. Jo, nuk e bë dot. Pa problem. Të bën shumë. Kam edhe pincë tjetër. Tash ky është syrtari i magjive. Jep. Duhet të lidhen gjitha mire, bukure. Sa e mirë që ngjan është. Thuaj po deshi që s'kam bërë një super carbonara. Super carbonara. Ashtu. Edhe realisht. Edhe pak pecorino të freskët në pjatë sipur edhe nuk di domethënë. Wow. Aroma është fantastike. Shikon. Me rrirë. Që arome ka? Kam zidhi pjatë, nuk e di sa du të bëlqej. Nga marra posta fat. Fantastike. Thash po të marri pjatë keqe. Ashtu të vogël pak. Tani e do me kup apo ato të zgjatur? Jo, e dua me kup. Ta mësoj dhe unë këtë punë si bëhet se nuk e di. Atëherë, është këtë kullaj. Perfekt. Gati? Apo do e ullësh ti? Jo, ule ti. Unë do bëj pak prekje në mbi. Mbi pancet. Ashtu. Të thuaj. E do pak djathë? A do i hedhësh më apo do e lërësh me kaj? Pak fare djathë të... Tila këto këtu. Kurash rendën, kolash. Mos bëjmë zhurmë. Sa di ha? Pak fare, sa përshia. Aq është perfekt. Sa për sy? Sa për sy, po, për të rregulluar pjatën. Ti bëjmë pro? Pa tjetër. Gati të provosh. Bërmë. Jo, romanët nuk e përdorin lugën. Profe, daj. Nuk mund t'i hash. I ti pari, me qënë se edhe pak pancet. Ke një vrejtje? Jo, musën, Fare, carbonara, është super. Mirë ka dalë. Fantastike. E kam arritur. Është lidhur si duhet. Fantastike, shumë mirë. Faleminderit. Në të gjitha ta që... Realisht, po ta thënë me pasërti se më kishte marrë mallin. Provoj dhe unë një lukë që kam bërë.
Lore tani. Në Shqipëri nuk ka qenë ajo koha e diskotekave, në shkum 4 mjesë, nuk. Ato diskotekë ishin gjatë ditës. Nuk ishin... Mbas dita. Ka patur po. Jo ka shumë se italianët. Jo ka shumë se italianët. E shikon prandaj nuk duhet hedhur më tepër krip, sepse vetë djati, vetë panceta, gjithçka lëshon krip. Është fine, është fantastike. E kryem. Shumë duart. Gëzuar. S'kena marrë akoma. Faleminderit që më prite. Ne shqiptarët, prisi s'ka mëru. E do e kemi surprizë të afër. Parara. Ku e kam lanë? Ja ku kam. Po kërkoni surprizë. Në surprizit që jemi? Këtu kemi tepsinë e pyetjeve. Okej. Tepsia e pyetjeve. Ne ke 3 pyetje, zgjidh ka dush një nga një, e do i kthesh përgjigje. Dakor. Edhe unë po vazhdoj tek kjo. Okej. Ke intervistuar shumë artistë të mëdhenj, po të zgjidhni një prej tyre për të kaluar një mbrëmje romantike me darkë, kush do të ishte dhe çfarë do t'i gatuaja? Kush do të ishte dhe çfarë do t'i gatuaja? Po e mendoj pak këtë gjë. Sa shumë njerëz kam intervistuar, domethënë këtë zë e këtë lë. Ndoshta Timo Flokon, e kam intervistuar para shumë vitesh, sepse është një karakter i vështirë, nuk del shumë në intervista, megjithatë ka qenë i ftuar në emisionin tim, ha shefi, pas të time, po e shijon. Dhe ndoshta, duke qenë se ai është një natyrë shumë fisnike, ndoshta do të kisha dashur të bëja një fileto rose, për shumë, një që kështu pak me salcë, me portokall. Më mashinë e pjat më impenjuese. Impenjuese është, sepse rosa është pak e fortë, si një që prandaj, për ta... Jo, sa fort, sa delikate, nuk është krejt e lehtë. Për ta impresionuar, kështu që... Pas e lani se impreset mira. Shpresoj. E përshëndes Timon, sepse ka kohë që nuk e kam parë të them të drejtën, e ndjek në Instagram e tjerë, por... Pyetja tjetër është, thuhet që nënat shqiptare janë të fiksuara pas kuzhinës. Alteo ka ndonjë ankesë për gatimet e tua apo mendojnë që është me fat që nuk e streson me receta tradicionale? Unë në fakt në shtëpi gatuaj shumë pak, siç edhe ta thash, vetëm në raste festash. Dhe Teo, si çdo fëmijë tjetër, ka pasion të madh dhe pastën, makaronat. Ani është një fazë në fakt i shkretë që unë gjithkohë dhe mos ha shumë, mos bëj shumë, mos ki kujdes, sepse edhe me moshën ka zbuluar pak këto gjërat që quhen junk food. Po jo, nuk janë shumë tradicionale, megjithatë ai është një fëmijë që është mësuar të haj pothuajse gjithçka. Kam qenë gjithmonë e kujdesshme që të haj shëndetshëm dhe... E po që qenë bujar, dhe zakonisht është më të grina vesa i si bë pyetjet. Ashtu, po pra, bëva Kim ka dashur. Në një gargatimi mes teje dhe një vjerre tipike shqiptare, shqyqyr që s'kam vjerë, kush do ta fitonte betejën dhe pse sigurisht unë, se nuk kam asnjë ndërmendje ta lë vjerën të fitoj, prandaj dhe si duket nuk jam martuar akoma, se nuk ka akoma çuna që thon mami im nuk është e mirë, kështu që për shaka, për te shakas, unë do ta fitoja patjetër. Nuk do e hellsh poshtë. Ja dole. Do bëja maksimumin tim, kështu që... Shumë duhet për karbonarën. Faleminderit. Ma hoqat nostalgjinë e Italisë. Faleminderit. Zuar. Edhe shihni puntatën tjetër.